Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Vëllezër të nderuar, motra të respektuara, e falenderojmë Allahun subhanahu wa taala. Sot me lejen e Allahut azza wa jall do t'i mësojmë shenjat të cilat i gjejmë në Kur'an në vende të ndryshme, ku shohim disa shkronja të gjerma më të vogla që shënohen nalt në pjesën e epërme. Ato, domethënë, na tregojnë kur duhet të ndalmi, apo kur duhet të vazhdojmë, apo kur nuk lejohet të ndalmi, kur është më mirë të ndalmi, kur është më mirë të vazhdojmë, e kështu me radhë. Po fillojmë me gjermën mim, ama jo mimin e iklabit, sa do ta mësojmë veç mas, por se këtë mim, ju të nderuar shikues dhe shikuese, e shihni në ekran qartë ilustrimin, kur del ky mim i vogël në këtë formë diku në Kur'an, aty duhet patjetër të ndalmi. Si për shembull, innama yastajibu alladhina yasma'un, këtu duhet të ndalmi. Pastaj wal mauta yab'athuhumullah. Te shembulli yasma'un aty duhet të ndalmi, pasi që mbetë kemi një mim të vogël qysh po e shef këto. Kur e shohmi la, kjo do të thonë la taqif, do të thonë këtë kuptim e ka, mos u ndal. Këtu nuk lejo të ndalesh, po këtu duhet të vazhdosh. Si për shembull, illa imra'atahu qaddarna innaha lamina al-ghabirin, këto e shihni një la mbi qaddarna, do të thonë mbi nunin, që është me elif, mbi të, do të thonë nuk lejohet këtu të ndalmi, po duhet të vazhdojmë. Pastaj e kemi sadin me një lam, kjo është sil eula, arabisht do të thonë vazhdo, më mirë është me vazhdo. Nëse ndalesh këtu, bon, do thonë është e lejoshme, ama nëse vazhdon është më mirë, do thonë më shumë favorizohet me vazhdu. Si për shembull, wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa huwa, duhet me vazhdu këto, wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir. Këtu do të thonë është mirë të vazhdohet, do thonë nuk ndalemi, por se është më mirë me vazhdu. Nëse ndalesh, do thonë mundesh, edhe pse më mirë është me vazhdu. Ky kaf me këtë lam, kjo do të thotë ndalo më mirë, qif eula, do të thonë nëse ndalesh këtu është më mirë. Si për shembull, ku Allahu azza wa jalla thotë qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim. Këtu nëse ndalemi illa qalil është më mirë. Ama nëse vazhdojmë lejohet, ama mund ndal është më mirë. Do të thonë illa qalil fala tumari fihim. E kështu me radhë. Këto dy shenja që janë nga 3 pika, këto është shumë e rëndësishme që të njëra prej tyre të ndalemi. Dhe nëse nuk ndalemi te e para, do e mos të ndalemi te e dyta. Si për shembull, shembulli i njohur në surën Al-Baqara, në fillim të surës Al-Baqara, dhalika al-kitabu la rayba fihi. Do thonë këtu duhet të ndalesh, nëse ndalesh te njëra prej pikëve, nëse ndalesh te e para, duhet të lexohet dhalika al-kitabu la rayb fihi hudan lil muttaqin, do të thonë nuk ndalesh pastaj te e dyta. Do të njëra prej tyre ndalesh, ama jo te dyjat. Kur vjen ky mim, do të thonë këtu e kemi obligim me bëj një iqlab, që rregullin e iqlabit do ta mësojmë tek ahkam an-nun as-sakina wa at-tanwin, që do të jenë inshallah me lejen e Allahut azza wa jall. Kur vjen ky elif i vogël, i shenjë, atë duhet të lexohet, edhe pse aty nuk është, do të thonë komplet i shënuar, duhet të lexohet. Kur vjen një sin i vogël mbi shkronjë, atëherë aty duhet të ndalemi, do të thonë është i thojnë sekt, aty duhet të ndalemi dhe nuk bën të merret frym. Për shembull, kalla bal rana ala qulubihim. Jo asesi, por se mbi zemrat e tyre është një mbuloj për atë që kanë vepruar. Po ashtu e kemi në surën Al-Qiyama men raq, këtu do thonë duhet pas nunit me undal, ama mos me marr frym. Po ashtu e kemi në surën Yasin min marqadina hadha, vazhdon. Dhe po ashtu e kemi në surën Al-Kahf iwaja, ndalesh, nuk merr frym, edhe pastaj vazhdon qayyiman e kështu me radhë. A mundesh me përsërit kalla bal rana ala qulubihim. Kalla bal mos merr frym. Kalla bal rana. Mirë. Kalla bal rana, vazhdon. Kalla bal rana. Po, ndërsa ky shenjë kështu në këtë formë, që po shef këtu, ky do të thonë
tregon për fillimin e gjuzëve apo hizbëve të Kur'anit. Dërsa ky shenjë këtu që po e shef, kjo ludon për me bo sejdë në Kur'an, se në Kur'an i kemi 15 sejdë në 15 vende të ndryshme ku duhet të bëjmë sejdë. Nëse jemi në namaz, do thonë bëjmë në sejdë, pastaj ngritemi. Nëse jemi duke lexuar kështu, bëjmë sejdën e leximit. Është ky shenjë këtu që po e shihni dhe aty është shënuar edhe me vi ku duhet pastaj domethënë të bëhet sejdja. Ndërsa kjo gjim këtu që po e shef, kjo do të thotë që është e njëjtë, ose e vazhdon ose qëndron. Domethënë, është mundesh me u ndal apo mundesh edhe me vazhdu. Domethënë është njëjtë, me favorizimi është i njëjtë. Si për shembull, wa absarihim inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Këtu domethënë mundesh me u ndal apo me vazhdu. Këtu për shembull, hadhar al-maut, mundesh me ndal apo hadhar al-maut wallahu muhitun bil kafirin. Këtu mundesh domethënë me ndal apo me vazhdu. Kësi shenja domethënë ka shumë në Kur'an. Këtë lloj të gjimit, domethënë, këtë gjim e kemi në shumë vende, edhe kjo na mëson që mundemi me vazhdu apo me ndal, domethënë e merr njëjtën dispozitë. Këto ishin pra shenjat të cilët na tregojnë lejoshmërinë për me vazhdu apo për me ndal, që duhet mi pas muslimanët parasysh gjatë leximit të Kur'anit. Allahu ju rujt, Allahu ju nderoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.